Një pyetje që duhet t'ia shtrojmë shpesh herë vetvetes si musliman dhe besimtar në përgjithësi. Pse duhet të lutemi? Një pyetje shumë me vend. Lutja është ibadet. Është kërkesë që ne ja shtrojmë Allahut xhaleshanuhu, Zotit ton, për çdo breng dhe për çdo gjë që kemi. Qoftë në gëzim ose idhnim ose në sprova të ndryshme. Lutja pra konsiderohet adhurim. Lutja është edhe përmendje e Zotit. Është dhikrillah, sepse gjatë lutjes ka shumë, domethënë lutje që përmendet emri i krijuesit, po edhe thirrën emrat e atributet e tij esma. Aliu radiallahu anhu thot se çelësi i depozitave të Allahut është lutja. Pastaj Xhafer as-Siddiq lutjen e quan çelësi i mëshirave. A ka gjë më të mirë se të begatohesh me mirësitë e Allahut dhe me mëshirën e tij të kaplohesh i tëri. Lutja është çelës i çdo begatie dhe i çdo gjëje. Allahu i plot fuqishëm thot në Kur'anin e tij famlar: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kur lutsim lutet mu, unë jam shumë afër, qarib. Pra unë jam shumë afër lutësit. Andaj të lutemi sa më shpesh që të jemi sa më afër me Allahun, sa më të lidhur me Allahun. Aq më të suksesshëm do të jemi në jetën tonë. Sa më shumë të kesh besim tek Allahu, aq më i besueshëm do të jesh dhe në shoqëri, aq më i suksesshëm do të jesh dhe në shoqëri. Dhe suksesi do të jetë prijatar i joti në jetën tënde të përditshme, sepse suksesi është në dorën e Zotit. Kjo është më interesante. Suksesi është në dorën e Zotit. Prandaj Zoti tha: "Se eleke", pra kur ti më kërkon mu, o robi im, o krijesa ime, kur ti më kërkon mu, pra si krijues, unë jam afër teje. Udhuni fastajib lakum, lutmuni mua, unë ju përgjigjem. Prandaj u lutën edhe pejgamberët e Zotit. O kur Rabbi zidni ilmen, o Zot na shto diturinë. Pastaj lutjet e pejgamberëve ndryshëm ishin: O idha meritu fa huwa yashfin, edhe kur të sëmurëm, ti je që më shëron, krijuesi jam, pra ti je shëruesi. Ya Rab ihdina as-siratan mustaqim, o Zot, o zëna në rrugën e drejtë. Pra dhe shumë lutje që janë nga Kurani dhe mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, lutje të ndryshme të shpeshta që ne ja bëjmë krijuesit ton, është që të jemi më afër me të. Dhe të ai të na udhëzoj, ai të na furnizoj, ai të na pasuroj, të na begatoj, ai të na jap, të na shtoj udhëzimin, ai të na nxjerr nga errësira në dritë, ai të na ruaj nga intrigat dhe kurthet e shejtanit. Minel gjin wal ins, qoftë edhe bashkëpunëtor gjin apo njeri, të na ruaj ne, fëmijët tanë, familjet tona, të na ruaj nga çdo problem ose të lash, dhe të na ndihmoj pra Zoti plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Lutja e bën më të qartë njeriu. Ajo bën shkas që njeriu të mos vihet në pozita të ngushta. Lutja zbut zemrën e njeriu dhe pastron shpirtin e tij. E kur njeriu kërkon nga Zoti, ai ndjehet i fisnikruar dhe i kënaqur. Kur të kërkosh pra, kërko vetëm nga Zoti yt. Allahu te bareke wa taala amma yushrikun. Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot: faktori i zbritjes së çdo mirësie materiale dhe shpirtërore drejt teje pra është lutja.